kush ka qenë ai njeri që ja ka vendosur emrin Karkavec, e si i thon shkurt. Çdo vend që shkoj, vetëm prindet kështu, të vetmuar, të përmalluar. Unë dua vendin tim. Duan si ke marrëdhënie. Super. Tash ne përkaj sa ne. Ata që janë me si të bardhë, janë sa gruaja i bie jetë shumë e mirë që Ja, sigurisht, ja, më ka një është flori. kjo tregon që zonja e shtëpisë është një koqire. Miku është i pritur, po jo të vi miku të beligjin të katon më mësosh ti më të Karavec. Karkavec. Karkavec. I bie që ka pas karkalic, ha? Në ja puta kot. Ti pse që është tani me gabimet e mia? Më bën të ndjem shumë keq. Nuk po kërkoj që ti shtoj, ti shpëtysoj edhe pa ne po riqet. Ti më ngacmon. Pse quhet Karkavec? Si e le burri vetëm ti? Ai pute një. O, Flori! Kam ardhur në fshatin Karkavec. Një fshat që në hyrje shef një qetësi të papar, si fshat fantazmë, kupton? Çdo gjë e braktisur, është fshati i parë që unë shoh banesa dhe makina të braktisura. Më thënë, sa futesh brenda në fshat, patjetër që do ketë njerëz tek tu, sepse këtu jam në hyrje, edhe kur të shkoj ndoshta në qendër, do takoj banor, por shumë e habitshme, më thënë makina të braktisura. Shiko këtu rrjedh ujë dhe të mbjella ka. Ua, ky rrushi është. Karkavec. Ha, emri lezetshëm. Dhe të them të drejtën, ajo që më tërhoqi është emri i fshatit. I ndodhur në zonën e Librazhdit. Tani ecim shkojmë brenda në fshat, të takoj njerëz të pyes kush e ka quajtur, kush ka qenë ai njeri. Ai boz që ja ka vendosur emrin Karkavec, e si i thon shkurt. Rruga më solli direkt edhe në shtëpinë e zotrisë, edhe tha se do më përtiste, tha, mirë se erdhët, ta, hajde uluni pini diçka. Kjo më tregon që ky fshati pas ka njerëz të mirë. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Rruga e keqe e fshatit. Po. Nuk e di ku të çojnë këto rrugët, po ku është qendra njëherë? Qendra e fshatit? Ha. Diku këtu 500 metra. Do të thënë kjo është një pjesë. Bravo. Kjo është një pjesë e një lagje e fshatit. Karkavec. A ulemi këtu dhe unë dua në shkallët, jam ra. Jo, brenda nuk dua, për zotin nuk të ofendoj, po dua ajër të pastë se më pëlqen kjo pamja këtu. Edhe mos e ki për ofendim që ulemi. Po ndjem rahat për zotin, jo se e bëj për keq. Mirë, ta marrësh diçka. Shtëpia që nga shumë e bukur. Shikojeni oborrin. Kjo tregon që zonja e shtëpisë është një koqire dhe e ka të mirë mbajtur. Po thoja që zonja e shtëpisë është një koqire se duket oborrin se si e kanë ashtu. Ja, kështu kënaqem unë, këto kështu dua. Lutem. Mirë se ju gjeta. Emri si e ke qëta? Hajde u lutem. Mentor. Me ke jeton? Unë kam familjen. Kam një gocë një djalë, gocën e kam martuar në Tiranë. Djalin? Kam 3 vjetë që e kam martuar. Vjetë të dasmë në vjetën në 11 gusht, martova djalit. Këtu, po të shtunën këtu, kemi patur 200 veta. Si së kam njohë që atëherë unë të kisha ardhur ndasën. Shumë mirë, do ishe bërë. Vetëm do përseja. A u mblodh fshati? Po. Sa bukur është? Ne ashtu e kemi me... Nuk ikin këto tradita? Ja. Po unë të vëm kasetën vërtet atë në televizor, jemi kënaqur. Se po të them, kishim 200-220 veta në atë. Mora 110 kilometra të djali gjajës, edhe i dashën kemi vënë hedhur atë. Sa lehtë. Mentor, sa lek shkon të bësh një dasëm në këtë kohë? Tash varet nëse si e bën atë dasëm. Tani themi dasëm të mirë. Pas të njerëz dhe këtyre, po unë tash po e marr gati nga hunë, unë bëra 6 në dasëm.
Po. Edhe si përfundim. Jo. Sa ima. Kisha veshin çik mirë. Ti je shumë mirë, sepse u njerëzit i marr siç i gjej. Po të unë shiko, si rapatusha. Ne bëm jashtë në das. Ore, sa shkoj dasma? Dasma të gjitha mbi 25.000 euro. Mbi 25.000, unë 8.600.000 paguava vetëm lokalin. O mentor, mos ja fut po tani. Po 25.000 euro, unë vete sa tjera ble shpin, se sa të mblet njerëzit atje. Vete disa të tjera, tash edhe ble shpin. Po nuk kam nevojë pra shpinë tjetër. Të vërtetën. Të vërtetën. Një shtëpi tjetër e kam në qytet Librash, e kam shkuar me. Më dëgjoj. Urdhë. Të vërtetën. Sa lek të mblodhën nga dasma? Po t'japi fletoren aty. Ha. Mbi 10 milion. Mirë. Mbi 10 milion. Sa veta ishin? Në dasma që kam paguar shumë zojët, 264 veta për me 60 ishte çifte. Se arritur dhe pjatë. Shumë zojët, ja, 264. Pas kanë hedhur. Nuk ka vëngënjeshtë. Jo, nuk po them, po pas kanë hedhur. Jam si njëri me verë, si njëri me verë. Se, qa pozicion pune ke pas? Po me të madhen, me Sali Berishën, kam qenë. Qa punë me 2-3 punë të shtetit. Qa ke punë? Po fillimisht në atë dyshën që është një 3 vjetë polici financiare. Okej. Si u shpërbë policia financiare, njëra të zyre për mbarimit në qytet Librash. Edhe atje një 3 vjetë e gjysmë. Pastaj sa herë fiton të sa jam hequr nga punë. Po pse ti ishin? A ishe i zoti në punë? Në fshat është ashpër lufta e klasës. Jo vetëm në fshat. Jo, në fshat se atje në Tiranë nuk njihet shumë. E ke gabim. Në fshat. Po mirë, ti e thua ashtu, po. Do me thënë sa vite ka që ka ikur Saliu? 8 vjet. Tash sa vite? Jo, s'ka 8, ka 14 ai. 12. 2000, po të lutem tash. Në 2013 nuk isha në punë. Po. 2013. 12 ka. 12 vjet. Po. 3 mandate që ka Rama. 12 vite pa punë ka? Pa punë, shpit. Dhe për të marruar juridikun fakultetin e drejtësisë me korrespondent. Me korrespondent. Po, nusën ku e morët? Nusën në Shatë Skënderbej, në marë. Shatë Skënderbej është në Prenjës? Jo, ja. Është tjetër atëre, se unë kam qenë dhe në Prenjë. Në Rajca. Në Rajca, jo në Prenjë. Mirë, Rajca, Prenja si këtu janë se më vrava. Miku është i pritur, po jo të vi miku të beligjin të nga të më mësashti më të regosh. Polici financiar! Më të regosh ti mua. E nga trova? Legje Skënderbej ka dhe Rajca. Kam qënë. Ajo qëtë Rajca Skënderbej, kurse unë e kam qukë Skënderbej. E mirë, nuk e tja që kishtë dhe ti Skënderbej. Është me arsim të lartë, mësuse. O, Shankarat. Departamentar të Badit e Mami, se ne që fillon puna, jo. Po djali çfarë punë bën? Djali në Gjermani. Punëtar atje me gipsët në rëtë. Me letra? Po me gipsët, po ndihet mirë. Se merë 8 orë me 15 euro, 120 euro. Paguen ande, kanë jetë të qete, më të rregull, nuk kanë stres. Po na vjen keq, po nuk e shajnë, por... Po vendin më të mirë se i kemi neve me gjithë, me nuk e ka. Për zotin, unë e them gjithmonë. Unë kështu Evropën. Unë e them gjithmonë. Nuk i kam bredhur. Po Shqipëria është volufme gjithmonë. Vendin pasur shumë. Partitë të qeverit këto e prishin, e bëri Saliu rrap Shqipërinë. E bon, jam me ty, ja duhet kishte bërë dorëheqja, po këtë mund tash. Aty që kur hume, hap kraun atë. A djem në fshat këtu sa çka, jo në qytet, në Tiranë që ka zihet gjakuri. Zihet. Po ky tjetri si duket? Unë për vetë nuk jam i kënaqur. Si e quan atë ti? Nuk jam i kënaqur. Si e quaj unë ata ai. Tani më qëndroi sinqerësia shkamre dhe brenda kamre, sa atje më the një fjalë. Për mua ai është Po me bë nuk më nxe goja. Nuk bën fare. Për mua, se rrypse, kam arsye shumë të madhe. Sa? Që të kanë hequr nga puna? Jo, asnjë gjë, s'është ai që më hequr nga puna, jam dhun. Neve kemi të vjetër, pa. Kisha baben ka 13 vjet që më ka ndërruar jetë, por mentor më thoshte, kemi 11 burra të pushkatur nga fisi Bloshmit.
Edhe kemi plagë vjetër, mua me paret ma kështë sillat makinën te, thoshe urdhë, I ke nga Partia Socialiste. Shumë faleminderit, do të thoshe, nuk janë pjesa ime merre. Nuk e merja? Nuk më duhet, nuk më hënë në punë. Nuk më hënë në punë. Pavarësisht se dhe juve mund të duket e madhe kjo. Çfarë mund të bënte ty, si mentor, të ndryshonte mendim që të bëhesh me Ramën? Çfarë do ishte ajo gjë? Të më vinte në start atje me atë për shembull që më hoqin nga puna. E ta fitojnë konkursin. Kush e meritonte? Të mande vendin e punës. Pra ti e ke urrëtien për vendin e punës, se tash pak më parë. Për vendin e punës I ka fshat gojë, ja kjo e fundit. Po jo, është dhe sedra, është çdo gjë tjetër, nuk është vetëm kafshat e gojës. Aftësitë e të gjitha. Qoftë financa, qoftë ana financiare, qoftë ana psikologjike, Të qoftë gjitha. materiale, janë gjitha, janë lidhura ato me. Pa I që zuri vendin tënd, ishte jaftë? Unë them që si puna ime, S'ka. ma se si ishte. Pra ta ishte ma I mirë. Po edhe unë them si puna ime, s'ka. Po. E bën edhe një kancelare tjetër. Normal. Të pazëvendësueshëm nuk jemi me ta. Jo, është e vërtetë. Askush nuk është I pazëvendësueshëm. Shumë më s'ka unë. Po më të mirë se unë s'ka them unë. Po nuk është e vërtetë. Jo, unë më të mirë se vetja ime nuk bëj. Diçka ke vajzë. Patjetër që po. Ka dhe më të mirë. Jo, absolutisht. Edhe me atë emër që mbante I te 7 femra me atë emër që jeni juve, dikush është akoma më I mirë. Absolutisht jo. Më fal, pavarësisht se ty ja nuk ke çfarë të shahë. Në llojin tim më e mira jam unë. Kaq. Unë kështu e mendoj. Asnjë nuk duhet të thua që ka më të mirë se unë. Absolutisht jo. Mund të ketë, po unë vetes nuk ja them atë gjë. Unë gjithmonë do mundohem derisa të kem frikë të bëj më të mirën. Njeriu formohet. Jo, po ashtu I bie ku ka thua ka më të mirë se unë. Unë deri tani nuk kam takuar më të mirë se vetja. Jo. Unë nuk I dua ata njerëz që thonë që unë di nuk mësoj. Unë si Ledion do mësoj gjithë jetën. Takoj ty mësoj diçka, takoj tjetrin, njeriu mëson gjithë jetën. Edhe në 10 vjeç tjetër mëson. Qoftë me librat atë me vjet, qoftë në jetën praktik. Praktik. Në gjitha. Për mua jeta është praktika. Jeta të mëson. Ja rroba, si e ka emrin Karavec? Karkavec. I bie që ka pas karkalic, a? Ja puta kot. Ti pse që është tani me gabimet e mia? Më bën të ndjem shumë keq. Nuk po kërkoj që ti shtoj, ti shpëtyshoj, edhe pa ne po rriqet. Ti më ngacmon. Pse quhet Karkavec? Unë jam I ardhur, kam 29 vjet këtu. Kam lindur në Bërsësh tani. Gjyshi ka patur tokën vilën këtu. Okej. 3 kace. Edhe me sistemin atëherë në 44 I prezumur sistemi. Nga këtu I qaj atje. Kemi patur toka, prone. Edhe tash I sala që të lufdova, unë ma ka marrë mua tokën ja ka vanë këtu. Me 7501. Shkon ajo. Gjithë Shqipëria në sherë janë merë me plona. Problemesh, po mund t'i kiste lanë shumë më nërse. Ja, I sali ullë. Se ullë. në fshat zgjidhen ato. Po nuk isha ndërmat këshit është më I mirë. Tani kishte edhe të mirë atëre. Kishte të mirë. Po me këto pronat, me këtë ligjin në 7051 që e ka fut në sherë gjithë shqiptarët. A ke dëgjuar që janë vrarë për qa? Sigurisht. Për gardi. Për qa? Për një vi ujë, ashtu më bo. Në sisteme kam urryer dhe urrej deri sekondën e fundit. E kishe 9 metra të gardin. Ruj sot ti. Ku e kam unë me jetin aty? Është 500 herë ma keq sot se sa pardje. Ku po shkon kë njerëzim? Jemi në rrugë gati, mund të themi në rrugë Pakrye. Vështirë është, se unë si s'po thash, ajo është pjesa ime vajzë dhe djalë, po djalin emigracion. Tash të kesh një djalë, nëse kesh këto, atje nuk shkon, se sot je vajzë, në 25 vitesh. Unë të kuptoj që tani. Një, kupton, sepse nuk ka më keq se sa prindër të vetmuar. Baradas gjigande, po të thënë dazm gjigande kanë bërë, lojtë të menç të gjithë njerëzit. Me një djali, një javë ditë. Edhe I po. Mirë për nata, dakord, unë me telefone pasi ke këtu. Allah shqiptarë që ta puthësht, ta respektosh. Ta ngjesh fëmijën. Qa di përja, puthën më në telefon, po puthën do kalëcu që?
Edhe të kesh ti të ardhura, prapë nuk e ndjen atë kënaqësinë se nuk e fëmijën këtu. Ti nuk e ke idenë, unë në çdo vend që shkoj, vetëm prindër kështu të vetmuar, të përmalluar, të lënduar. Vetar, me mishim me shpirt. Unë dua vendin tim. Këtu. Nuk je do vendin tënd, po nëse nuk e punë këtu çfarë do bësh? Do ikësh dhe ti. Drejtuesi, lutem. Ku të Ti kryetari i lojës tim gjej punë mua. Sa gjej do ta gjej vet. A di si thot ai? A di si thot ai? A di si thot? Të lutem, ai thot kështu. Kush është i Zoti e gjen punën. Aha, s'është rrugë zgjidhja, ja kush është i Zoti e gjen punën. Tash më hap ti mua minierat këtu. Më hap bujqësinë, më hap bujqësinë ka çuar për tokë. Të gjitha, ja po, për tokë. Ja këtu ku jemi në fshat neve, ne ujë të pishëm, kemi ujë të varditshëm ja. Po mi më unë isha në ato fshatra, ata dhe të shkretit nuk ishin ujë për të pirë më bërë. A di që të thot mos kesh ujë ashjetik. E që si ja bën, e po mire të tani. Si ja bën e po mire se ke ujë këtu ti, se kështu jemi në shqiptarë, po të kemi vetë mendojmë për tjetëri. Jo, që ke shton të atin dhe i fshati që sa shtu ti do mushka drutë, ty kemi shprejnë e fshatare. Ja vut mushka, unë s'ka mushk fare njërë. Unë e di për mend, a i s'ka mund mushk jam të fshatë. Jo do keshti fshati, është problem. Jam plotësisht dakord me ty. Për ujën e pishëm. Kërçov. Kërçkov. S'kishte ujë. S'kishte ujë. Si mi do mua mushka drut? Ha. Si pa të mushkën tënde si ti do drutës. S'ka mund, s'maj mund. Asti. Me komshin si shkoni? Mirë. Unë të thash, me ta nuk thash, si jam tokë. Për gardi. Tokën tonë, për tokën së shpun gardi. Po tokën ja kanë dhenë, më burë nuk ta ka marrë ty, ja ka dhenë Saliu. Po si, Saliu ku e gjete? Ata e di Saliu. Ata se kanë me ty. Neve që rritëm neve, e di Enveri, e di Saliu, e di Rama dhe shë. Ne kështu neve. Ka të drejt. Ka të drejt. Sa vite ke punuar me Saliu? 9 vjet. 9 vjet. Për 9 vjet. Nuk arritet t'ja mbushje mendje Saliu 9 vite ti tosha. Po takoshe Saliu me mua. Po pyet Saliu për mua? Mirë, unë për Saliu. Po vetëm se interesi. Jeta interesesh. Po jo, më. Mentor. Të futem çik në brendësi unë. Me gruan si ke marrëdhëniet? Super. Se aq jashtë. Aqë e një ti. Prap të mushka? Tani, mirë. Po të ishin të gjithë si unë, nuk mund të egzistonë. Polici, nuk dushe polici as për rrugën, as për gardën, as për shepën, as për shamatën, as për gjë fare. Se ku shkon të rrugën për të halë. Të them diçka, unë jam shumë e sinqertë se ata që më ndjekin më njohin, edhe i them gjërat kështu. E di çfarë përshtypje më jep ti mua? Që nuk i tregon të gjitha çka ke kështu për brenda. Çfarë të intereson ty, ato thua. Mirë, tash ne për kaq sa ne. Ata që janë me si të bardhë janë sa që aty se kam unë ne rrim deri në mëngjes, të llafosemi, kënaqemi, edhe çfarë të kam lënë mangët, mos me kalimin e kohës do dalin ato të zbërthehen. Gruaja e bie jetë shumë e mirë që ja, se gruaja ime nuk ka një është Flori. Thonë shatra, jo çdo kush, për këtë kjo i një është. Për zotin kështu thonë të gjithë, se gruaja ime s'ka. Kam sa detyrime, sa është i kemi patur punët. Ma ka majtur, ma ka larë bardhin 4 vjet në korritë. Ato janë zonja. Në Si kanë qenë zonjat në përpara, sa të mira? Shumë të mira kanë qenë. Të respektuar, tani nuk po them edhe që të jo shërbëtore, s'po them shërbëtore, po kanë qenë të respektuar. Në familje, nuk quhet gruas, po e the nanës, po e the motrës shërbëtore, ajo nuk quhet familje. Brava. Ajo është familje, ti se ke për interes ato. Ashtu e ka vënë madhi Zot, burrë e grua, të kalosh kohën. Jo të kalosh kohën, të kalosh mirë jetën. Me mirë kuptit, të kalosh kohën, me mirë kuptim, me atë fukarallit që ke, në bashkëpunim burrë grua, mund të thuash i zhduku fukarallikut. Mos t'jesh në atë moment që të ka kapur fukaralliku. Po gjithmonë e mirë kuptim. Gjithmonë e mirë kuptim. Bën, rregullohet. Me dashuri e ke marrë? Jo në mënyrën. Jo, me mbledhëri. Me mbledhëri. Po.
Sa vite Ose keni po bashkë? të deshe 90%, unë jam martuar në 20 shtator të 92-shit. 90% e ka marrë me veseri dhe 10% Vetë. E pash, s'kishte gjë më bukur. Sa mirë. Direkt sa e ke parë ka pëlqyer, a? Po ishte ajo. Ishte ajo. Unë fotografi të tregoj ti, thua ti mashallah. A ma tregoj. Do futemi brenda. Po, dua ta shikoj. Po ma si foton këtu që mos futem brenda. Si? Ma si foton. Ka rësirë brenda. Jo kam U qa polica, është shefe një kështu, mos më shikoj nga se ka frikun ty. Elektrifikimin e vendit, ka Hajde bërta aty, hajde. Sa shtëpi e bukur. Ku e ke gruan tani? Po unë të thash që ka ikur. Jo, foton. Do të tregojmë sa të duhet. Ku e ke gruan tash? Vend e kemi, atje ku kemi dalë atje. Shumë e Ku e mirë. na shkëtej? Ku e ke gruan? Shumë e mirë. Po ti ç'ke dal kaq që në evrik më, dal të shoh një. Ke këtu si e pastro shtëpinë, po hajde se s'to gjë. Si kam dalë në evrik? Tash Je ti një që më shumë, je zbardhur tani. Edhe fshatarin, si kjo edhe i pa ditur për shembull, aty kam qenë Si bën gjoja. kam qenë në das, Kalokti. Sa e bukur, familja Bloshmi. Patriot, a? Unë banaj të tash që jam atë. Jam Jo, atje na marr bukur. Urdhra për ju policia kështu për urdhra e në njësha, po leri këta. Po punëtor, ma ishim qa policia për të flet 92-95. Tu jeni në dasëm, ku po ju thoni mirë se erdhët, ju është përblefshim në gëzima. Po. Bukur. Shtëpia më pëlqen, vete ke bërë, apo djem? Po jo, qa djem unë i djallë kam e kanë bërë ustalare. Lekët po them. Lekët. Po, kam në gjithë. Në gjithë, po morë do të ashojmë një shpinë. Ore, ke top tutit mja përshenjë që top? Do t'jam sa të dush, me një gjithë në jo me zjallë, po me vepra. Me letër, me kontrat, me noter. A ju kam thënë do marrë tokën në zëvën? Dokumenta të dhasaj tokës time, e pastaj do t'japun. Beja dokumenta dasaj time, sot. Këtu është për miqtë. Konaku miqve, bravo. Konaku i miqve. A vjen miqtë tani? Për dark s'kam. Se ka ardhur kjo kohë. Po vjen një një natës, edhe hypin makina dhe ikin. Për drejt do vinë deri në orën 3-4, hypin makina dhe ikin. Është vështirë. Më përpara kishte të vinin miqtë, duhet të mendoje dhoma, ti bëje për miqtë. Po ne Hajde. Hajde Lina. Hajde djalit. Sa e bukur. Sa bukur. Sa po të e bukur. Tani kjo kohë ka ardhur. Po kjo kohë ka ardhur, palli duhet djalit, kjo kohë ka ardhur. Edhe dhe me thënë shikohet sa e dhimbshme është, ja ka bërë gati dhomën të gjitha dhe këtu kam vetëm fotot e djalit edhe të nusës. Sa të vret kjo, mentor? Shumë. Djalin këtu, pashtu. Në me thënë që duhet gjithë kjo vile që të regullu. Ata e se janë vjetë shplodës. Sa herë flisni në ditë? Me djalin? Po mirë, zonja ka mundësi që fletë 2 herë në ditë, po natë për natë, shtu mund të rejmë gjusmore në dare. Po do një mësor shumë për minimumi gjusmore. Edhe djallë të vetëm, e? Po, ka ndohë sa për fara. Do jepje çdo gjë që të kthej djali. Inshallah. Kjo është jeta. Do të më tregosh vetë. Hajde të mos ja prishim. Po ti ka 3 mjep mua. Jo me fjalë, me vepra, aq më mirë. Sa mirë. Jo, se mos ma bie shtuka, se me marru. Po ku bie unë, ja. Më hap të lash. Po jo, ore, se s'bie unë, mos këna. Unë e porash kanë bia. Ku i ke bleda? Ku i ke bleda? I donë të minja. Po e pra ku i ke bleda? I ke këtu? A që dhe jemi katonarën edhe, me.
Më thuaj sa te se më thua një Sa të mora. duhesh ti? Jo, merë, sa të duhesh ti? Unë një ato për gocën, që kam Tirane, për vefe, për tyja. Këto që kemi, do i ndajmë edhe njërë. Hajde. Ullova se ullë. Jo se kam atë se më thua një mora. Nuk, s'ka gjë. Ti ashtë zhuar. Lajti. Sa i mira e rushi. Ky ishte shumë i mirë. Mirë, do marrim. Marrim tukën apo do më shkallë. Ky se ky është mima. Prit se mos biesh aman edhe pu. Më kena, unë jam katonare. Edhe unë katunara. Jeti katonare, po jeti katonare. Sa i embël ishte mentor. Jeti katonare për qytetit. Nuk është dërë, që mire ka shumë. Gjove? Nuk është dërë. Nuk e di për ishte i embël. Pritet të mbaj aman. Jo. Ti të kesh merak për mua unë për ty jo, Po javanësim e gjene keqja, jo mua dhe në linë. Të miri nuk e gjenja. Qala fazane jam. Kështu se të vinë në shpi, të marri rush e lajti edhe. Po tani hem, ose marrësh të rush, gjuna, këto lajtit, hajde bot. Ai nuk ta beson njeri njështë, e ke këputur në barë, që kështu të freskët. Një freskët është. Bol. Falenderit shumë herë që më prite në shtëpi, edhe pse unë erdha rastisht nga trova rrugën, por kjo rruga ti sjell vetëm në shtëpinë e mentorit. Ashtu thua. Do më japësh një premtim. Urdhë. Si ashtu thua, po pse më bën më akuzon? Ja ti gjoj sikur hyrë qarta zi themin. Tani ti e pe. Je në punë më je. Jo, ti e pe që unë i kanë edhe u ktheva. Jo, nuk e pash. Se mua më thanë shko tek shkolla, po unë më di se ka që shkolla këtu dhe ndaj jam futur. Se unë duhet do shkoja në qendër të fshatit, po fati donte që unë të takoja mentorin edhe të bëni këtë bisedë. Fati, për inat të berishës të të ramë. Do më japësh një premtim. Do ta përqafosh ta putësh një zonjën kur të vi? Galediona? Unë jam razikin kam tash për ty ja. Sa larg e ke? Po tash po ju kusën e bëat ja. Edhe po që ajo do t'i them tash. Jo, çka Baxanaku. Leire Baxan. Baxanaku. Ta marr telefon miruar? S'ka merr. Me kamerë, ja. Me kamerë. Me kam. Durote. Ore, amanetin nuk e tret dhe o. Thuaj ja me njerë, thuaj, mos më hajde me. Si gjitha në mirë? Mirë. Si e ke nërmen, do vish sonde, apo do rish? Ta zë venin unë? Qa deti ka orë? Më falë, qa deti, qa thëmë unë qa thua te? Qa deti është? Ja, më ka rinë shoqe. Qa deti me i? Po, nuk është deti, dhe shumë, unë kam gënjër në njërë jetën të ja. Kështë ishte e shumë, Po, shoqja është yllë, me shoqja s'ke e bundi. E si në shoqja. Shoqja në Ta mora burin! Ku do vish, do iki u tani? Shoqja në flori. Më i grua, po si e le buri? Lë shojti, ha i ganda. Si e le buri vetëm ti? Unë sa i ka, i me në vjese a... E gjeta duke e fol në telefon, i thash, me kja po flisja? Ta mua me gruan, i thash, mere një gruan, nuk ishe duke folur me ty. Ka thënë, i thash kështu. I thash, do të jap një porosi, i thash, se unë do iki, i thash, kur të vi zonja, do ta përqafosh o ta putësh. Ta ma prit ta marrë kamer. Pute, po gruan tënde po put. Nuk po martohemi me të gruan tënde, put original. Unë put original. Pute, po pute një. Haj pute një. O, Flori. Haj. Hapsi. Haj, shefe. A do rime po ja? Do iki tani. Kemi një orë, po ma jo këtu. Kemi një orë, po bëjmë muhabet, i tham të gjitha tani do iki. Mirë shumë. Për ty më tha fjalët më të mira. Jo, s'është. Po si e thua faleminderit, s'është e realitetin, ç'është një faleminderit. Faleminderit, e realiteti, faleminderit. Është emocionuar. Hajde. Jo. Do jap diçka të pime, edhe rrush udhash pak. Udhash, hajde shnet njërë. Mirë pafshë, mos më hakon. Hajde me mua. Ku të shkoj ma? Hajde me mua. Mos vini këtu. Erdhe në politë, erdhe me dashni tjetër. Qeni. Nuk ka qeni. Jo, qeni të dua. Nuk
Kjo haqeni. Jam e sigur që do ketë verë. Ha? A për ati? Magazina këto? Po. Ta në fshat kanë zogje, sa pamjet bukur keni ma? Krekte. Da pa e fshat. E jo fshati, po fshati është i bukur. Komposta. Kumull. Vishnja, qeshia, qërë të duash? Zjetë tu, 3 kavanosa, merë. Dua kumbullën. Kumën, tjetër. Qa ka tjetër? Në që të duash ti? Kjo është vishnja. Vishnjë ku ti thoni ju? Në qeshi e vogël. Që është vishnja. Tjetër për qa ka? Qeshi e vogël, qeshi e madhe, merë, hajtë, merë. Pjeshkë është kjo. Ajo nuk është pjeshkë, po është kumull tjetër, Shumë, kumbull e dua. Shumë e mirë është. Shikanë, se lënë të ikësh. Jo, si hapun i kam për vete në shpi këto. Po jo, mos i hap. Hajde, mos i hap. Mere vishnja. Vishnja më mere, se e mirë është vishnja. Si dashën jo se i kam për vete. Po, janë shumë të mira këto, të bëjnë shumë mirë për veshkat. Unë se kam probleme, po pse si bëndem në trupit. Unë sa qesha, jo dhe se i kam për vete. Komposto, bëni turshi, bëni zajret e dimrit. Këto hajnë e pijen, se janë bio. Bol hëngrë gjera koti. A më flori hape? Si ta hapën të që hapër, marrë gota të ato të hape më flori. Po të gota, me. Unë të për lula. Lullet i kam shumë qe, po mjep mami, i marë në tirat. Jo se haroj të i vadit, po vyshkan. Si fshatarë me taban, kam me serën, dhe kam det serën, shumë mirë. Ke mbjell të gjitha këto? Se, speca të matë. Sa mirë. Pa ato duhen i ha. Raki, do t'i trim? Jo, nuk e pjera ti, piti lajda unë. Tani këto janë të përfitura mi. Mentor me një thikë që ta hapi. O qeni beri u burat e sotshme. Asën për para nuk beni nga të. Servilat e grave. Ja, ku ta të një ose dhe? O mentor, duhet hapur kjo më bu. Provoj njërë ti. Unë jam që i smuar, që më kaluar para 2 vite së më shkëri. Po jo, kjo do këshu. Do po me thikë hapim, ne hapim. Me thikë që të, se nga që këto kanë zënë në këshu. Si tani po më sfidon mua. Nuk e për të hapur do të. Hape. Hape. E po. E hapë. Po në jonë që mëse dhe janë pjesë këta, në sholat. Në që mëse dhe janë pjesë buzët e... Po e ase... Pra pa mbeti e ma dhe shumë, më që si e hapë më dhe. Mushë. Kjo është lëngë vishnja. Dhe gëzuar misartë. Hajde misë në erë dhe shumë falë misë në gjithë. Gëzuar. Jo po pi budalliqe nga to lagjet. Ja, ashtu janë bia. Dhe me në të marri lukon që ti. Jo, nuk dua. Mirë, në la. Së në përqeu hiq. Se la dhja vetëm dangën të. Po lek njep. Sot të duash. Se ne nga fshati im, kështu e kemi ne kur e përcil mi ku një e plek. Sa të ndodhe, sa? Mbi 200, a? Mirë me Allah dhe, që ke? Po kështu i ketë 5 vjeqa apo 10 vjeqa? Unë të tregoj are këndi ati, ti thuaj se shumën sa do. Thuaj sa do. Rëj gjithë mirat, shëndet, ti bekov zoti për mirë dhe ju me shëndet.